Se jemi minutët e fundit të Gjinish, por nuk doja ta lija këtë fabul pa e folur pak me ty. Unë kam bërë titullin të thjesht, fare a mund të rastohet Albin Kurti, se thash tani mos i lot dhe njerëzit, bëhet fjalë për herën e tretë që ai refuzon prokurorinë speciale, kryeministri i Kosovës, e cila e thret nga dhjetori deri tani është era e tretë. Era e tretë ai nuk po shkon, thotë po duan të vinë të më ashtu i presën zyrë, thonë. Dakor? Ja, lidhë po tregon dhe këto portalet, ndërkohë që duhet kujtojmë që ndërkohë që po flasim për këtë, sa po kanë dalë dhe rezultatet e zgjedhjeve në Kosovë. Po përmbyllet. Mundësit për koalicione pas numërimit të gjitha voteve janë këto. LVV, pra, vendosja Albin Kurti ka siguruar 49 vende, duke mbetur pa një shumicë qeverise. Partitë opozitare, PDK, LDK dhe AAK kanë refuzuar mundësi për koalicion me Kurtin. Vetëm Nisma kush është Nisma është e këtij Limaj, po. Ka shprehur gatishmëri për diskutime, Limaj ka 3 duket deputet. 3 deputet. Është dhe vetë jo. 3 deputet dhe vetë. Është dhe vetë. Skena më të mundshëm për një koalicion qevetar janë LVV, Nisma. Është dhe Nisma? Është dhe Nisma, po në, se ka shnuar në. LVV, SPO ja. Pakica. SPO Pakicat minoritare. Në minoritet, po, minoritet e 62. Po jo serbët. Koalicioni u udhëhequr nga opozita PDK, LDK, AK, SPO është një parti e vogël serbe me 1 vot. Po. Fiks. Pra, po të marri këtë partinë e vogël me 1 vot, me 1 mandat, me 1 deputet ky Kurti, vetë 50 apo jo. Bëjmë llogaritë të thjeshtë Gjinish. Tani. Jo se që mos gjatemi shumë, prandaj ku i bie unë shkurt. Po. Në qoftë se Albini ka 49, në qoftë se merr Nedad Račić quhet ky, që ka fituar, por nuk i përket listës serbe, domethënë nga 10 deputetë që ka serbët një është. Ky është i shitur pra. Jo, ky ka parti tjetër. Ka parti tjetër dhe është kryetar një partie tjetër dhe ky që në fillim ka thënë që do t'i bashkohem qeverisë. Nuk ka nevojë për fuqishi pra duhet. Po, nuk ka rëndësi, është 50. Qartë. Atëherë, po të llogarisës dhe 10 deputet të minoriteteve, në qoftë se kemi dhe 10 deputet në minoriteteve, po jo serbe, atëherë shkon 60. I nevojitet 1 për të bërë 61, për të bërë 50 plus 1, 51%. Atëherë, o do marrë 1 nga partitë e mëdha, 1 do ta blej, po përdor të shprehje, ose do shkoj tek Nisma. Limaj. Sepse Limaj ka thënë, Limaj është ofruar që do bëj koalicion. Prandaj kush është problemi? Ndërkohë që vetë Kurti thotë që unë do të bëj qeveri Kurti ka frikë pasi koalicion. Bravo. Kush është problemi? Jo pa koalicion. Këta e pranon ai. Do e bëj vetë qeveri. Ata 10 pra. Do e bëj vetë qeveri. Ata 10 i pranon pra këta 10 deputetët e. Po, nuk i ka dhënë përgjigje, Limaj promo nuk e thot. Po ka 10 sopra me ata e po nuk bëhet dot pra. Me 10 shkon 60. I duhet 61. I duhet dhe 1. Qartë. Tani o do ta blej te këto parti tjera PDK, LDK, ose do shkoj te Limaj. Tani kush është problemi me Limaj? Problemi me Limaj është ky, prandaj nuk shprehet Albini. Në qoftë se Limaj vetë ofrohet dhe ka 3 deputetë dhe shkon 63, problemi është që në një moment caktuar mund të tërhiqet Limaj. Po themi se në rastin më të mirë një qeveri e tillë një vit jetë ka, se pas një viti do shkën të zgjedhja presidentit, do përplasen sërish. Ose do duhet që Albini të bëj një marrëveshje me LDK, po të ta falë. Tani çështja është kjo. Përse heziton Albini të bëjë një marrëveshje ose të fusin koalicion Limajn? Ai druhet. Unë e di më thuaj ti. Një marrëveshje të fshehtë ndërmjet Limajt dhe Haradinajt, sepse këto dy ishin bashkë gjatë gjithë kohës, edhe në zgjedhje, që në një moment caktuar Limaj të tërhiqet, bie qeveria, shkojnë zgjedhjet parakoshme dhe nëse opozita e Kosovës bashkohet totalisht, jo se çyri këtë herë zgjedhje, sigurisht që nga pushteti. Patjetër. Albini. Nuk diskutohet. Po për t'ju përgjigjur pyetjes, a mund të arrestohet Albin Kurti? Jo, nuk mund të arrestohet Albin Kurti. Prit. Një sekond. E ka refuzuar 3 herë prokurorin speciale. Po. Mirë keq prokuroria speciale është votuar atje. Patjetër. Ne nuk e dim konjunkturën tani. Për çfarë akuzohet? Jo, nuk akuzon, jo. Dëshmitar. Dëshmitar ky për këto rezervat shtetërore, nuk se çfarë një çështje. Ke kur rezervat, tendje për rezervat dhe emërimet nepotike. Bravo, po ka përgjime. Ka dhe përgjime. Ka përgjime me zë. Të Albinit. Në emër të Albinit, për njeriu që përfitet më shumë është kjo Dojana Mihali, kjo shqiptarja, Dojana Mihali, e cila është nga krau i djathtë në lëvizjen e vetëvendosjes. Madje ka pasur një përplasje edhe me eksponent lart, deputet të vetëvendosjes para disa ditës, si
duke akuzuar si njeriu e cila menaxhon grupin parlamentar dhe deputetët e vetëvendosur, ndërkohë që kjo s'ka asnjë mandat, nuk është nga strukturat e zgjedhura brenda partie, nuk ka mandat politik, nuk është zgjedhur as si deputete, por është person shumë i rëndësishëm. Në mediat e Kosovës, zonja Mihali konsiderohet si eminenca gri. Po nga është kjo? Dejana? Është nga Tirana. Është nga Tirana? Është nga Tirana. Ah, dakord. Shumë pak flitet për këtë, por në Kosovë kjo shikohet si njeriu më i pushtetshëm brenda lëvizjes vetëvendose. Pak në kontekstin partjak. Po çfarë është më në Tiranë kjo s'dim gjë fare Dejana? Kjo ka mbaruar Fakultetin e Histori Filologjikut, është marrë me studime, por e ka shumë shkurtër biografinë e njohur, domethënë. Do të jetë datëlindjes 80, me sa më kujtohet mua. Që ka ere? Bravo i qoftë. Por është një eksponent që ka zë goxha dhe është shumë afër me Albini. Këshilltare, ato është shumë më tepër se këshilltare në kuptimin që për shumë gjëra dëgohet zëri i kësaj. Kjo kontrollon aktivitetin politik të deputetëve të vetëvendosjes. Kjo jep orientime direkte se si do mbahen qëndrimet, paktën kështu flitet nëpër mediat e Kosovës. Kjo quhet eminenca gri pra, ose fantazma e vetëvendosjes. Si e ka lënë Ramsi këtë që e ka lënë Albini? Si s'e ka marrë vetë? S'ka punë Ramsi me të gjithë njerëzit e partisë Albinit, ai merret me liderin. Nëse po, për atë puna ai është xheloz i madh, tani çështja është kjo çani. Dgjoj, o gjinish, të bëj një pyetje unë. Çështja është kjo e kuptova. Pyetja ime është e thjeshtë valla. Do arrestohet. Ne nuk e dim do arrestohet apo jo, mos se kjo nuk varet. Çfarë parashikon pra? Çfarë parashikon ligji? Po jo vetëm ligji parashikon dy gjëra. Në rast mos paraqitje, ose dënohesh diku me 200 euro gjob, ose detyrohesh me forcë. Tani Albini ka ofruar veten të vinit më pyesni në zyrë si dëshmitar. Atë se vendos Albini. Po dakord, Po ndërkohë që gjithnjë më tepër po flitet, a mund të arrestohet, a do arrestohet? Mund të arrestohet sepse ai nuk është akuzuar, po flitet si dëshmitar. Një, e dyta, ai ka imunitet. Imunitet. Edhe atje funksionon ligji, duhet të hiqet imuniteti, pastaj të merret deputeti, sepse është deputet. Fakti që e thënasin ata domethënë që nuk e pengon imunitetin. Edhe një herë, ai po flasim në rastin që merret me dhunë, në rastin që do shkojë drejt arrestimit, nuk mund ndodh, sepse ka imunitet. Trosh më beti Gringo të rinj. Unë mendoj që ligji ka ardhur qytet atje valla. Unë mendoj që kjo edhe mund të jetë një formë presioni, por unë mendoj që gjykata do gjejë një formë të ndërmjetët për ta zgjidhur, ndërkohë që mos harrojmë. Albinit i intereson ky lloj tensionimi, sepse akoma nuk ka formuar qeverinë e tij. Akoma nuk ka formuar qeverinë e tij dhe intereson ky lloj acarimi. Viktimizimi. Sepse, bravo. Po i stulon viktimën, e bulon të fortin. I forti sepse po sulmohet nga këta që ky i mundi në zgjedhje, nga mediat, nga oligarkët, nga pushteti i kapur, nga gjykata speciale, nga prokuroria speciale, sepse ky pa gjithkohë ka fol kundër tyre, apo jo? Kështu që kjo është një fort triumfi heroik pas viktimizimit. Bashkëtojnë të dyra, nuk mund të jesh. Teatr thuat jo gjinisht dhe ky. Po, për mua është teatr. Bo që ishte kjo këmban ka që bukur lëdjo çfarë perë. Për mua është teatr, shqetësimi më i madh i Zotit Kurti është se si do mbylli qeverisjen, si do ta formojë qeverisjen. Por pyetja mbetet apo jo? Pyetja mbetet apo jo gjinisht? Albin Kurti nuk mund të arrestohet paktën pa u mbledhur parlamenti dhe pa ju hequr imuniteti, sepse është shtet Kosova dhe ka ligje. Më thotë, më vjen një mesazh thotë Dejona, jo Dojana. Po, Dejona. E ta thashun Dejona. Si e tham Dojana? Pastaj më thotë njëri, po kush do arrestojmë? Policët e Xhelalit, ministrit vet? Jo, është bëhet fjalë gjykatë speciale, prokuroria speciale. Po pra, është prokurori speciale. Kosova nuk është si Shqipëria, mik, që një herë i çon policët dhe marrin presidentin e Republikës zvarr dhe një herë tjetër i çon në bashki dhe marrin me duke përkdhelur. Atje policia shteti është shtet. Le të mbaruam, po gjithsesi kemi dy këshure jo. Dy gjëra të vogla për ta mbyllur tani, pa ty fare këto janë thjesht. Këto janë thjesht për syrin e keq, vaqet të na eci mirë, e kupton? Duhet të vënë sa gjëra të kështu që të na eci mirë. Ja, filluam me këtë duash ditë para, le të jo.